Harta e re gjyqësore ka sjellë problematika të shumta në funksionimin e sistemit të drejtësisë, veçanërisht për çështjet civile, të cilat në disa raste zgjasin deri në 7 apo 8 vite. Kreu i Dhomës së Avokatisë së Vlorë, Durim Bajrami, thekson se koha u ka dhënë të drejtë kundërshtimeve të ngritura në lidhje me hartën e re gjyqësore, pasi çështjet gjyqësore po zvarriten për vite me radhë. Sipas tij, kjo hartë u hartua me qëllim që gjyqtarët të përqendroheshin në Tiranë. Megjithatë, po mendohet dhe ka një studim për 3 gjykata apeli, ku veç Tiranës të jenë dhe 2 të tjera në Vlorë dhe Shkodër. Shiko, ne zgjidhjen e kemi dhënë, ne kundërshtimet tona i kemi bërë që në fillim, që kur u bë harta e re gjyqësore, pra nga harta me 6 gjykata apelit kaloi në 1 gjykatë apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, u kundërshtua nga ana jon. Ka zëra që sepse koha na dha shumë shpejt të drejtë për dështimin e kësaj harte gjyqësore, ka zëra për një rishikim të mundshëm të hartës gjyqësore, ne zgjidhjen e kemi dhënë të paktën të kaloj me 3 apele, të ketë Vlora një apel për rajonin e Jugut, të ketë Tirana për qendrën dhe Shkodra për rajonin e Veriut. Se sa do të merret në konsiderat, kjo ngelet është në varësi të organeve të pushtetit. Atëre për t'i thënë gjërat troç, sepse nuk mund të flasim, duhet ta shmangim gjuhën e diplomacisë, sepse në qoftë se do vazhdojmë, gjuha e diplomacisë për mendimin tim është i përket vendeve të standardeve të larta demokratike. Nuk mund të flitet më me gjuhën e diplomacisë shqiptare, nuk duan ta bëjnë këtë. Troç nuk duan ta bëjnë, nuk do Këshilli i Lartë Gjyqësor për ta bërë një hartë të re gjyqësore, sepse ka hallin dhe merakun sepse gjyqtarët largohen nga Tirana. Edhe gjyqtarët duhet jetojnë në Tiranë, nuk duhet jetojnë më në përrethë. Pra, ajo është stres e lartë që këta gjyqtarë duhet jetojnë në Tiranë. Sepse kjo ishte edhe shkaku që u bë një gjykatë apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Ishte që gjyqtarët duhet i bjerë në Tiranë, duhet jetojnë në Tiranë. Edhe gjykata e apelit, gjykata e shkallës parë administrative, u hoq nga Vlora dhe u çua në Lushnjë për t'u afruar diçka me Tiranën, sepse Vlora ishte më larg. Thash, nuk është keq me gjykimet gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, nuk është keq me gjykimet. Çështjet tani kuptohet, ato çështjet që janë më komplekse, me vështirësi shkojnë edhe deri në 1 vit gjykim ose 1 vit e gjysmë, ndërsa çështjet e tjera që janë më të shpejta shkojnë diku te 4, 5, 6 muaj. Pra, mund të bëjmë një përmbledhje të tipit të tillë që shqiptarët në këtë moment kanë 2 alternativa, ose drejtësia korruptuar ose drejtësia vonore, se drejtësi nuk ka. Dhe sipas mendimit të vëmendshëm më mirë korruptuara apo e vonora? Shiko, nuk dua ta përmend atë drejtësinë e korruptuar, sepse për drejtësinë e korruptuar bëm një luftë të tërë. Vettingun, pavarësisht se është një kohë gjatë për të folur për pasojat e tij dhe të mirat dhe të këqijat që solli ai vetting, por problemi është që sot me kushtet që ka, për shembull gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, nuk mund të flitet për drejtësi të korruptuar. Aty është efekti kohë, efekti administrat, efekti godin që ka ajo. Ajo është një godin që shërbente për gjykatën e apelit të Tiranës dhe prap aty me gjykimet që bënte vetëm për Tiranën, ajo shkonte deri në 3 vite. Pra, kemi të njëjtën godin, kemi të njëjtën administrat, kemi të njëjtën infrastrukturë që kishte gjykata e apelit të Tiranës, pra kur ishin 6 gjykata apeli, dhe sot kemi një apel të jurisdiksionit të përgjithshëm për gjithë Shqipërinë që është po ajo e godin. Patjetër që ka që janë të rrequr, sepse qytetarët vlonjat, por jo vetëm ata vlonjat, por sepse kemi dhe qytetarë nga Konispoli, që janë dhe gati 160 kilometra më larg se ne, në qytetin e Vlorës. Pra nuk e përballojnë dot koston për të shkuar, sepse ai që niset nga Konispoli duhet niset mëngjes, të shkojë në Tiranë sot, të flënë në Tiranë, të bëj gjyqi nesër dhe po ju bë dhe gjyqi, sepse dhe mund t'i dështoj gjyqi, dhe pastaj të niset prapë, pra i duhen 3 ditë kohë.
Pra ky është kusuri i hartës së re gjyqësore. Pra largoj aksesin në drejtësi ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe këtë ne kemi ngritur me shqetësim të madh dhe me seriozitet që në fillimin kur nisi të aplikoj harta gjyqësore, kemi thënë që ju po cënoni një nga parimet bazë, një nga parimet themelore të kushtetutës, aksesin e qytetarëve në drejtësi. Bajrami thekson se gjykata e apelit në Tiranë nuk mund të përballojë të gjitha çështjet e ardhura nga i gjithë vendi, duke sjellë vonesa të konsiderueshme në shqyrtimin e tyre. Kjo problematik sipas tij ka sjellë në raste të veçanta edhe tërheqjen e avokatëve nga çështje gjyqësore të caktuara. Me hartën e re gjyqësore pati jo pa kundërshtime pasi funksionimi i vetëm një gjykate apeli në vend jo vetëm rrit kostot për qytetarët, por kërkon dhe vite të tëra për shqyrtimin e çështjeve të ndryshme, kryesisht atyre civile. Ndërkohë së fundmi është raportuar për mundësinë e ngritjes së 3 gjykatave apeli, ku përveç Tiranës të rikthehen dhe gjykatat e apelit në Vlorë dhe Shkodër.